Komisioni Qendror i Zgjedhjeve miratoi dizajnin dhe përmbajtjen e fletvotimeve për zgjedhjet e 28 dhjetorit. Fletvotimi përmban 24 subjekte politike pjesëmarrëse në këtë proces zgjedhor, prej të cilave 18 parti politike, 3 koalicione, 2 iniciativa qytetare dhe 1 kandidat i pavarur. Antarja e KQZ-s nga partia turke kërkoi që fletvotimet në Prizren dhe Mamush të jenë të shënuar edhe në gjuhën turke, duke paralajmëruar se do të ankohet në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Prizren edhe Mamush, gjuha turke është barazi, barabar është me gjuhën shqipe edhe me gjuhën sërbe. Dje kam thonë që Prizren dhe Mamush duhet me qenë me ligj edhe me kushtetut e kemi drejt. Brenda 24 orëve është drejta ankesës edhe e presim vendimin e FZAP-s. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve miratoi po ashtu formulën për përbërjen e këshillave të vendvotimeve të rregullta, vendvotimeve me kusht dhe ekipeve të numërimit në qendrat komunale të numërimit. Antari i KQZ-s nga vetëvendosja ripërsëriti qëndrimin, se aty ku është lista serbe, gjithmonë do të votoj kundër. Po konsideroj që edhe ne amë për vetë në votoj kundër çdo tani të subjektisë së të këshillat vendvotimit. Ndërkohë përgatitjet për zgjedhjet e 28 dhjetorit po shkojnë drejt përmbylljes. Partitë politike të regjistruara për garën zgjedhore tashmë zyrtarisht i kanë dorëzuar listat me emrat e kandidatëve për deputet në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Me këtë hap u përmbyll afati ligjor për paraqitjen e kandidatëve, ndërkohë që KQZ do të fillojë procesin e verifikimit dhe certifikimit, i cili u hap rrugë përgatitjeve për zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës. Garës për deputet do t'i mësyej 1181 kandidat nga 24 subjekte politike përfshirë partitë më të mëdha parlamentare dhe përfaqësues të pakicave.